A është e vërtet që i ke pasur rreth 300 gjoba? Po, mërë ma shumë kom pas. E tash që e ke marrë patent shoferin, a ke marrë mo gjoba? Ja, s'ko marrë mo. Nështë ta 3-4 copa, mu imi pas krejt që mi kanë lëmë kërë qështu në parking. Po. Nëse kom bo në deklarim të rem, ata duhet mu akuzu policia jone. Pse po mendon Se ata që qështu më policia? liru ata mu patentin pa... Nëse u konë patentin konfiskum, qështu më liru ata mu? Nëse kom bo, ma e verifikojnë ata, vishe vullosin që aty e lëshojnë. Pa i ke thonë qëto ankesa në deklarata, qoftë në polici po edhe në prokurori tash? Po, more ju kom kalzu në polici, ju thash, se ma keni liru, pra. Pra, kush e ka liru, ja përgjësi për veti. Po, nësë kom bo të deklarim të rem, se nuk dokumenta që në original, krejt, unë i kom morë, krejt mi ka një policia. Betimi për drejtësi ka kërkuar një përgjigje më të detajuar rreth këtij rasti nga stacioni policor në Pej, meqense kërkesa për intervistë nuk është aprovuar. Në përgjigjen e tyre thuhet se Zhubajt i figuron patent shoferi konfiskuar, por me status jo aktiv. Në rastin konkret, ka qenë i dyshuar në jo aktiv nga administratori i bazës së të dhënave me datën 27 mars 2025. Sa i përket pyetjeve se pse ju është lëshuar vërtetimi për patent shofer, derisa i njëjti ka ndalesë deri në vitin 2036, përgjigjja është se edhe atëherë edhe sot i figuron në bazën e të dhënave, patent shoferi i konfiskuar deri më 2037. Por statusi është jo aktiv. Ndryshimin e bën administratori në kuadër të DPP. Betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje lidhur me ndryshimet që janë bërë nga administratori në kuadër të DPP-s. Fillimisht në përgjigjen e tyre, thuhet se për këtë çështje duhet t'i referohemi përgjigjes nga Drejtoria Rajonale në Pej, ndonse kjo e fundit kishte thënë që ndryshimet bëhen nga administratori në kuadër të DPP-s. Pasi që betimi për drejtësi ka kërkuar prap një shpjegim për këtë përgjigje, nga zyra për informim e policisë u tha se të dhënat personale janë të mbrojtura me ligj dhe se ato mund të ofrohen vetëm organeve të drejtësisë.